Me një hapësirë prej 5 hektarësh, sheshi i qytetit të Drenasit, Fehmi dhe Gjev Ladrovci po shkon drejt finalizimit. Qytetarët e Drenasit e mirëpresin këtë rregullim të sheshit, ndërsa kërkojnë që të ketë edhe hapësira të reja gjelbrimi. Të bëhet më shumë hapësira, plus urse të bëhet në përhije, jo për ndjellë, urse. Jo ndjellë ke urse në përdilla, në përhije, unë s'më bën ndjellë. Dhe me energie. Normal do të me pas më shumë, do të me planifiku me kohë. Ju po të ndërtimet po bënë tegra, të planifikumet mirë dhe gjelbrimi po metet i dorës vitose i tretës. Ata po ashtu thonë se edhe pse duhet kohë për të gjelbruar qytetin, ky shesh duhet të ketë mirëmbajtje, të bëhet mbjellja e drunjve dhe të ketë sa më pak beton. Domethënë këtë vjen kohë derisa të vjen deri te gjelbrimi. Nuk mujna na me prunlisat hazar për me hije në rije. Punë shkojnë ka dalë, tash nuk mujnë, as këta s'mujnë me kryj punë për e herë. Ka bu po të feshin e mirë, të madhë, e për gjelbrim, për droj kur që kërkun fësion të i bonë. Duri ka pas hyë, po tash na i ka mjellë do, kështë dhja zinën, a nuk zinën, i sholla zinën, e si zinën shta për rreth, na shta bohen pak, se këtu veç kubza ka shtu, klena dilli, Nga ana tjetër, nënkryetari i kësaj komune, Arben Shala, thotë se është duke u punuar në këtë drejtim, por nevojiten fonde dhe ndihmë nga niveli qendror. Dihet që sheshi Fehmi Gjev Ladrovci është në proces të përfundimit, edhe ato ka sigurisht që ka një hapësirë gjelbrimi, edhe kur të përfundojë ajo, pastaj do të varësisht do të shtrihet edhe gjelbrimi edhe në hapësira tjera. Komuna e Drenasit me mjetet dhe mundësitë e saj do të mundohet që të bëjë rregullime të tjera gjelbrimi dhe ndërtim të infrastrukturës rrugore në parqe të tjera që do të ndikojnë në zhvillimin e turizmit.